të Kosovës. Kryeministri Haradinaj ka qenë në Berlin është prit nga kancelarja me nderime ushtarake. Kancelari Scholz ka, ne kemi një kontinuitet, Gjermania në këto tema është serioze, nuk mund të futesh në tifozllëzje politike. Kurti, partia si motër e zotit Kurti, e cila është partnere juniore e CDU-s në Gjermani, më thënë, nëse i sheh vetëm ato që quhen hulumti me opinionin, nëse s'ka bëj tash dikun janë te 12%, 13%. Partia si motër e zotit Kurti, do t'ju sugjeroja shqiptarëve të Kosovës që ta shohin partinë si motër të Kurtit në Gjermani, po edhe shqiptarëve që i kemi në diasporë, sepse nuk mendoj që nuk mundet një shtet serioz si Gjermania të jetë sponzori një politikani ose aksil politikani, sepse gjithë kanë miq në Berlin, Ramushi Haradinaj ka miq, po ashtu sa Kurti, natyrisht në familjen e tij politike, në CDU, LDK-ja, zoti Haziri. Kemi zonën Gërvalla, e cila ka raportet shumë të afërta në politikën gjermane. Si di atë? Nga vend Gjermania. Nuk e di atë. Nuk e dini çka? Nuk e di. Nuk e di ai ka raporte të afërta, se për ato që e din që është në Gjermani e din ato. Natyrisht nuk e di. Zonën Gërvalla. Ajo ka qenë ministre e punëve të jashtme, është ushtruese tash ose. Ushtruese e detyrës. Si e konsideroni punën e saj? Urdhra? Punën e saj si e vlerëson? Po nuk mendoj se e keni vlerësuar ju gazetarët vetë. Edhe opinioni. Po i përputhësh pjesës më të madhe të gazetarëve çka kanë menduar. Po shiko, kur je ministri i punëve të jashtme të një shteti, duhet të jesh shumë serioz në këto tema, dhe vetë fakti që ministrja e punëve të jashtme nuk ka koordinim me të parën e shtetit në politikat e jashtme me presidentin e Republikës, nuk kemi dalë mirë. Prandaj nuk kisha me komentu, sepse nuk shoh që ka pas rezultate reale. Besoj të komentoje për zotin Rik Grenell. Ti ke qenë njeri, ndërsa ndër kontaktet e para institucionale të Kosovës. Nuk e di dikush ndoshta jo institucionale i ka pasur, nuk e di ato. Në momentin kur ke qenë ambasadori Kosovës në Republikën Federale, në Berlin, ai ka qenë ambasador atëherë dhe që nga ai moment më mori një lloj vëmendje. Nga ai moment u krijua më thojza një bauk me zotin Grenell, me gjitha ato veprimet e tij në periudhat më të vështira kur diskutoi shkëmbime territoriale shumë çka tjetër, deri tek armiqësia me zotin Kurti, përplasjet e shumta, rrëzimi i qeverisë me një farë dhe Grenell përsëri nuk është pa pushtet me një farë. Çka është puna me këtë Grenellin nga dora e parë, zotit Cufaj? S'mund të them unë që jam dora e parë, faktësisht. Jo nga dora e parë në kuptimin e komunikimit tuaj. Po, Grenell është një mik i madh i Ballkanit Perëndimor, është një mik i madh i shqiptarëve. Këtu konsiderohet si në rrafshin e spekulimeve, rrjeteve sociale, një mik i madh i serbëve kundër shqiptarëve. Po, a di si është ajo punë? Kur del pro shqiptarëve i gjuhën serb, kur del pro serbëve Grenell ka qenë serioz në temat që i kemi pas në dialogun Kosovë-Serbi. Bile jemi në një situatë kur kemi një administratë të re amerikane dhe Grenell duket që është një prej pak njerëzve që e njohin Ballkanin Perëndimor. Zëri i zotit Grenell për lirimin e presidentit Thaçi, kryetarit Veselit, Bacit Jakob Trezës është shumë i rëndësishëm. Dje ka kritikuar shembull kryetarin e Komisionit Evropian. Edhe sot kishte dalë, po për kushtimi i tij. Është i zëshëm, aq i zëshëm sa që ndonjëherë duket edhe si lobist me një farë forme. A duhet konsiderohet si lobist apo si një zë i fuqishëm i administratës amerikane? Këtu është ajo dilema. Si mendon lobist? Lobist kuptimin lobist e njerëz anë. Jo, ajo është pjesë e rrethit të ngushtë të presidentit amerikan. E ka detyrën e tij, e cila është domethënë. Edhe nga komunikimi i parë ka qenë i afërt kështu me neve në përgjithësi, e ka ditur kontekstin ton, kontekstin e Kosovës? Natyrisht.
Nuk mund të hynë detaje, do më Jo, thëmë. mos hynë detaj, vetëm na jep në vija trasha. Natyrisht, do më ne ka ditë saktë, për këtë kanë qenë të informuar atë